Mirë se erdhët në Letra Trofejnë të dashur Dem. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës që është i fokusuar vetëm për të ardhmen. Letra që kam përpara kam 4 të kupës, 7 të shkopive, ylli, mbretresha, është 3 të kupës, mbretresha e monedhës dhe gjykimi. Dem. Kjo ja fillon me një ndjenjë mërzie, do të thosha, ose lodhje emocionale. 4 të kupës tregon që diçka nuk po ju kënaq më si më parë. Mund të jetë një person që po jep minimumin, mund të jetë një rutinë që ju ka lodhur, ose thjesht ndjesia që po mungon emocioni vërtet. Dhe problemi është se ju zakonisht duroni shumë, derisa një ditë thoni mjaft dhe mbylleni fare. Pastaj vjen 7 të shkopive dhe tregon që këtë javë do ndiheni sikur duhet ta mbroni veten, mendimin tuaj ose kufijtë tuaj. Dikush mund t'ju sfidoj, t'ju provokoj ose t'ju kërkoj më shumë energji se që meriton personi apo situata. Por kjo letër tregon edhe diçka pozitive. Nuk jeni më aq të gatshëm të toleroni gjithçka vetëm për të ruajtur qetësinë dhe sinqerisht mirë bëni. Ylli ndryshon komplet atmosferën e leximit të juaj. Kjo letër sjell shpresë, qetësim dhe ndjesinë që pas një periudhe të rëndë emocionalisht po filloni të mbeni frymë lirshëm të dashur Dem. Mund të vini re që po shëroheni nga një zhgënjim ose po riktheni besimin tek vetja. Për disa prej jush ka edhe komunikim apo afrim me dikë që ju sjell qetësi dhe shumë larg stresit. 3 të monedhës tregon bashkëpunim, punë dhe ndërtim gradual. Shikoni se janë tull, është ndërtuar kjo lule këtu. Kjo javë është shumë e mirë për punë, projekte, financa ose diskutime serioze për të ardhmen. Mund të merrni ndihmë nga dikush ose të kuptoni që kur bashkëpunoni me njerëz të duhur, gjërat ecin shumë më lehtë. Kjo letër tregon edhe vlerësim për atë që dini të bëni. Mbretresha e monedhës është energjia shumë e fortë për ju sepse ju ngjan shumë, pasqyron ju. Kjo letër tregon stabilitet, maturi, vetvlerësim dhe fokus te jeta reale. Nuk dukeni si personi që kërkon dramë këtë javë, dukeni si dikush që po mendoni për qetësinë, shtëpinë, financat dhe sigurinë emocionale. Dhe shumë për ju do të kuptojnë që paqja mendore është luksi më i madh se sa emocionet toksike të dashur Dem. Java mbyllet me gjykimin dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një e vërtet del në sipërfaqe, një situatë bëhet e qartë. Mund të merrni ndoshta një vendim që keni shtyrë prekohesh ose të kuptoni më në fund çfarë duhet të lini pas dhe çfarë meriton një shans tjetër. Kjo letër tregon zgjim dhe jo rastësisht del në fund, sepse duket sikur gjithë java po i çon drejt një realizimi të madh të dashur Dem. Këshillën që mund t'ju jap për këtë nga ky lexim të dashur, mund të them që mos i uni standardet vetëm sepse jeni lodhur duke pritur më mirë. Gjërat e duhura kërkojnë kohë, por ju japin paqe dhe jo konfuzion. Kur filloni të respektoni veten më shumë, pushon së pranuari gjërat që të lodhin shpirtin.